الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Në jetën e një muslimani, falja apo thënë me gjuhë fetare namazi është një ndër shtyllat e besimit. Pa të, besimi humbet kuptimsinë e po ashtu edhe vetë jeta e besimtarit. Veç faktit se namazi është llogaridhënia e parë para Zotit ditën e gjykimit, edhe në këtë botë, ai është rregulluesi i jetës, qetësia e shpirtit dhe zgjidhja e problemeve. Është takimi më i afërt me krijuesin, dorëzimit e ai. Ndaj, dita kur besimtari nisë mëson të falë namaz, është dita më e lumtur e jetës së tij, sepse nëse me fjalën e dëshmisë أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ka hapur derën e Islamit, me namazin ka nisur udhën në këtë fe të madhe, fen e Zotit të madhëruar. Allahu Akbar Allahu Akbar La Që të falim namazin dhe që të jeti pranuar nga Zoti, duhet të plotësohen këto kushte. 6 kushtet para se të hyjmë në namaz. Marrja abdes. Të jenë të pastra trupi, rrobat dhe vendi ku do të falemi. Të mbulohen pjesët e turpshme të trupit. Të jemi të drejtuar nga kibla, qabeja. Namazi të kryhet në kohët e caktuara. Bërja e niyetit, qëllimit. 6 kushtet pasi kemi hyrë në namaz. Tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, këndimi i Kuranit, përkulja në ruku, rënja në sejdë, qëndrimi ulur në fund të namazit. Tani le të shpjegojmë se si merret abdes. Në fillim duhet të kujdesemi që uji të jeti pastër. Pasi kemi vendosur me zemër për të marrë abdes, ashtu si për çdo punë të mirë, e fillojmë me Bismillahirrahmanirrahim. Fillojmë me larjen e duarve deri sipër kyçeve, duke i fërkuar 3 herë. Vijojmë duke shpëlar gojën 3 herë. Më pas pastrojmë hundët duke thithur ujë me dorën e djathtë e duke nxjerrë atë së bashku me papastërtit me dorën e majtë. Pastaj lajmë fytyrën 3 herë. Tani lajmë duar duke i lagur dhe fërkuar ato deri sipër bryllave. Një herë të djathtën, e më pas të majtën.
Pas larjes së krahëve, me dorën e djathtë lagim flokët. Më pas, lajm veshët duke fërkuar me gishta brendin dhe pjesën e pasme të tyre. Tani u vjen radha këmbëve, i lajm ato duke i fërkuar deri sipër nyjeve, në fillim të djathtën e më pas të majtën nga 3 herë. Kjo është pra marrja e abdesit, pastrimi para faljes, po në këtë mënyrë merr abdes edhe femra. Duhet të kihet parasysh se abdesi prishet në rast se kryen nevoja fiziologjike, nëse jo, abdesi vlen dhe për faljen e radhës. Kështu pra, të pastruar sipas rregullave fetare, por duke qenë të rregullt e të hijshëm edhe në paraqitjen e jashtme, sipas thënies së Zotit në Kur'an, vishuni bukur për çdo namaz, drejtohemi pra drejt vendit të faljes që mund të jetë xhamia ose një ambient shtëpie sipas rrethanave dhe rastit. Ecja për te vendi i faljes duhet të jetë e qetë dhe jo e nxituar. Kështu përqendrohemi më mirë pasi në këtë rast ne jemi para Zotit në aktin më sublim të nështrimit ndaj tij. Në vazhdim ne do të bëjmë një prezantim të faljes së 2 rekateve të sunetit të namazit të sabahut, thënë ndryshe faljes së mëngjesit, koha e të cilit fillon nga momenti i zbardhjes së ditës e deri para lindjes së diellit. Pasi kemi marrë abdes dhe të ketë hyrë koha e namazit të sabahut, së pari bëjmë nijet, vendosim me zemër për të falur 2 rekate sunet. Pastaj drejtohemi nga kibla dhe themi Allahu Ekber, duke i ngritur duart me pëllëmbët përpara, në rastin e meshkujve deri poshtë veshëve dhe në rastin e femrave, majat e gishtërinjve deri në supe. Me këtë veprim, që quhet tekbiri fillestar, ne kemi nisur faljen e namazit. Allahu Akbar. Si që shihni, trupi qëndron drejt, me duart e vëna përpara, e djathta mbi të majtën. Duhet theksuar se asgjë tjetër, asnjë lëvizje, veç atyre që kanë të bëjnë me faljen e namazit, nuk mund të bëhet. Përqendrimi duhet të jetë maksimal, me vetdijen se ndodhesh para Zotit. Ti nuk e sheh atë, por ai të sheh ty. Ndërsa vështrimi duhet të jetë gjithnjë i fiksuar poshtë në tokë, aty ku pas pak çastesh do të mbështetet balli dhe hunda. Qëndrimi në këmbë është i domosdoshëm për atë që ka mundësi. Pas tekbirit fillestar, duke qëndruar në këmbë, këndojmë Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha gayruk. Pastaj këndojmë A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasi kemi thënë këto, vazhdojmë me këndimin e surës Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Theksojmë se sureja Fatiha duhet të këndohet në çdo rekat namazi dhe me mbarimin e saj këndohet një sure tjetër nga Kurani. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Më pas përkulemi duke thënë Allahu Akbar.
Ky quhet pozicioni ruku. Në dallim nga meshkujt, femrat përkulen më pak. Po ashtu, edhe duart në këtë pozicion për meshkujt vendosen mbi kupën e gjurit, ndërsa te femrat pak më lart. Në të dy rastet, gjunjët nuk duhet të jenë të përthyera. Në këtë pozicion themi 3 herë në heshtje. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tani ngrihemi nga pozicioni i rukus duke thënë fjalët. Sami'a Allahu liman hamida. Dhe kur jemi drejtuar tërësisht, themi Rabbana lakal hamd. duke thënë sërish Allahu akbar. dhe duke e ngritur pak zërin, bijmë në sejdë që është kulminacioni në shtrimit dhe i dorëzimit para krijuesit. Në këtë pozicion, duhen puthitur në tokë balli dhe hunda. Pëllëmbët e duarve i vendosim anash veshëve të drejtuara nga kibla. Për sa u përket meshkujve, brylat i ngrejnë pak nga toka dhe krahët i largojnë pak nga trupi, kurse femrat tek ky pozicion duhet të jenë pak më të mbledhura. Majat e gishtërinjve të këmbëve në 2 rastet duhet të prekin tokën. Në këtë pozicion themi 3 herë. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Më pas, ngrihemi nga sejdëja e parë, duke thënë Allahu akbar. dhe qëndrojmë të ulur, ku themi 3 herë. Rabbikfirli. 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 Biem sërish në sejdë duke thënë, Allahu akbar. ku themi po ato fjalë që tham në sejdën e parë. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Pas sejdës së dytë, ngrihemi sërish në këmbë duke thënë, Allahu akbar. deri këtu kemi plotësuar një pjesë të namazit që quhet rekat. Në këtë rast, rekati i parë. Namazi vijon me rekatin e dytë që është një lloj si i pari, por me ndryshimin se në këtë rekat dhe ato pasuese nuk thuhet duaja e fillimit, por këndohet vetëm sureja Fatiha dhe një sure tjetër. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Me këto praktika, i jemi afruar fundit të faljes.
Në ulin e fundit, për dallim nga meshkujt, këmbët e femrave anojnë pak nga e djathta. Në këtë pozicion këndojmë. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Pastaj këndojmë salavatet për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pastaj këndojmë këto lutje. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Pas këtyre lutjeve e kthejmë kokën në të djathtë, duke parë nga supi dhe themi: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dhe më pas, në të njëjtën mënyrë dhe nga e majta: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ky veprim pra, që është fundi i një falje e namazi, quhet dhënje selami. Këtu kemi mbaruar 2 rekate namaz të sunetit të sabahut dhe falja jon konsiderohet e përfunduar. Pas çdo namazi mund të thuhen edhe disa lutje të tjera, si për shembull: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Namazi i sabahut ka dhe 2 rekate farz, të cilat falen në të njëjtën mënyrë sikurse suneti, por me disa ndryshime të vogla. Në vazhdim do të mësoni se si falet farzi i sabahut, por tashmë me anë të figurave të ilustruara përbri teksti. Bërja e niyetit. Në të gjitha faljet e farzeve, meshkujt thon ikametin para se të falin namazin përkatës. Ikameti bëhet duke thënë: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Tekbiri fillestar ku themi Allahu Ekber. Qëndrimi në këmbë. Ku lexojmë me radhë Subhaneken, Eudhu Besmelen, suren El Fatiha dhe një sure tjetër. Përkulja në ruku. Themi Allahu Ekber dhe përkulemi në ruku. Në këtë pozicion themi 3 herë: Subhane Rabiel Adhim, Subhane Rabiel Adhim, Subhane Rabiel Adhim. Ngritja nga rukuja. Pastaj ngrihemi nga rukuja duke thënë Semi Allahu limen hamide. Dhe kur të drejtojmë trupin tërësisht, siç shihet në figurë, themi Rabbena welekel hamd. Sejdja e parë. Biem në sejdë duke thënë Allahu Ekber. Dhe në këtë pozicion themi 3 herë: Subhane Rabiel Ala, Subhane Rabiel Ala, Subhane Rabiel Ala. Ngrihemi nga sejdja duke thënë Allahu Ekber dhe qëndrojmë ulur ajsa të themi 3 herë: Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Sejdja e dytë.
Pastaj biem në sejdë për herë të dytë duke thënë Allahu Ekber dhe në këtë pozicion themi sërish 3 herë Subhane Rabi Elala, Subhane Rabi Elala, Subhane Rabi Elala. Pasi I kemi kryer të dyja sejdët, ngrihemi sërish në këmbë duke thënë Allahu Ekber për të falur dhe rekatin e dytë, sipas radhës që falëm rekatin e parë. Dhe me të mbaruar rekatin e dytë, arrim në uljen e fundit. Ulja e fundit. Në këtë pozicion, themi lutjet e mëposhtme, tehihatin, salavatet dhe duat. Përfundimi I 2 rekateve të namazit. Pasi të kemi thënë lutjet, kthejmë kokën nga ana e djathtë duke thënë Assalamu alaikum wa rahmetullah. Të njëjtën thënie përsërisim duke kthyer kokën dhe nga ana e majtë. Me këtë veprim, namazi ka përfunduar. Namazet të tjera që falen gjatë ditës. Veç namazit të sabahut, gjatë ditës falen dhe këto namaze. Namazi I drekës, falja e mesditës, ose siç quhet ndryshe, yleja. Fillon pak pas mesit të ditës, kur dielli ka kaluar zenitin dhe vazhdon deri në kohën e ikindis, faljes së pasditës. Namazi I drekës përbëhet prej 10 rekateve sipas radhës. Sunete 4 rekat, farze 4 rekat, sunete 2 rekat. Namazi I ikindis, falja e pasditës. Fillon nga pasditja kur hije një objekti dyfishohet dhe vazhdon deri para perëndimit të diellit, kur dielli është bërë I kuqërent në horizont. Namazi I ikindis ka 8 rekate. Sunete 4 rekat, farze 4 rekat. Namazi I akshamit, ose falja e mbrëmjes. Fillon me njerë pas perëndimit të diellit dhe vazhdon deri në ersimin e plot të horizontit. Namazi I akshamit ka 5 rekat, farze 3 rekat, sunete 2 rekat. Namazi I acis, ose falja e natës. Fillon nga ersimi I plot e vazhdon deri në fillimin e ditës tjetër. Namazi I acis ka 13 rekat. Sunete 4 rekat, farze 4 rekat, sunete të pasme 2 rekat, namazi vitër 3 rekat. Namazi me xhamat. Bazë dhe qëllimi I fesë sonë është bashkimi I të gjithë njerëzve pa dallim race, gjuhë dhe kombi. Të gjithë muslimanët janë vëllezër. Kështu na bëhet I qartë se përse besimi Islam na ka këshilluar që çdo punë të mirë ta bëjmë së bashku. Në mënyrë të veçantë, jemi porositur të falim namazin me xhamat, sipas mësimeve të profetit. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, namazi I falur me xhamat, pra në bashkësi, është 27 shkallë më I lartë se sa namazi I falur veçmas. Është detyrim që namazi I xumas dhe namazet e Bajramit të falen me xhamat. Namazet e tjera farze mund të falen edhe veçmas, por falja me xhamat është shumë më e mirë dhe më e lavdërueshme. Namazet sunete falen veçmas, përveç namazit të teravis, I cili është më mirë të falet me xhamat. Të gjitha këto mësime për faljen, I dashur besimtare, ti I përvetëson me kalimin e kohës, duke e lexuar librin Drita e zemrës, por dhe libra të tjerë që flasin për rregullat e fikut islam. Po ashtu, I përvetëson edhe duke u këshilluar me më të përgatiturit në fe, siç janë imamët apo hoxhallarët. Po ashtu, nëse bën në jetë rregull xhamie dhe shoqërohesh I këshillohesh me besimtar të tjerë, shumë gjëra që vështrove dhe I mësove këtu, do I përvetësosh më shpejt